Në ambientet e bibliotekës Mitrush Kuteli në Pogradec, shkrimtarja e mirënjohur Flutura Açka zhvilloi një bashkëbisedim të hapur me lexuesit dhe dashamirët e librave të saj. Autoria ndau me të pranishmet përvojën krijuese, emocionet që përcjell letërsia dhe mesazhet që mbartin veprat e saj më të njohura, si Biri, Kukullat nuk kanë dhe Ku je, apo vëllimet e saj me poezi. Gjatë takimit, Flutura Açka u ndal tek rëndësia e leximit, sfidat e shkrimtarit në ditët e sotme dhe raporti veçantë që krijohet mes autorit dhe lexuesit përmes frymëzimit letrar. Autoria më pas duroi librat e saj për bibliotekën. Pas shkëputjes nga Skënderbeu Buksi, kishte një pjesë të librave të cilat kisha kohë që kisha menduar t'i dhuroja, kështu që erdhi rasti për t'i dhuruar për disa bibliotekave. Dhe jo vetëm kaq, por ishte edhe mundësia për të kontaktuar me lexuesin, për të afruar me lexuesin, pasi kjo pjesa politike duket sikur më bëri një farë shëmangje të shkurtër, edhe kisha nevojë për një rikthim tek kësaj natyre, të kthehesha tek trojet e mia. Në fakt, Salla tregoi interes me pyetje, por edhe me autografe për librin. Po, gjithmonë kështu ka qenë, ç'është e vërteta, edhe më vjen mirë që interesi për librin, sigurisht duket sikur është kufizuar, por në fakt është aty lexuesin e na duhet vetëm ta gjejmë ku është, ta joshim në kuptimin e bukur të fjalës joshje, në mënyrë që edhe ne të ketë kuptim edhe zeja jonë, se është një zeje pa lexues, është një zeje shumë e zbrazët. Rrugtimi do vazhdoj në biblioteka të tjera? Po, kam shpërndarë në disa biblioteka, do t'jem në Kosovë, do t'a dërgoj javën ashme në Kosovë, po një pjesë në Kosovë, në librarinë e Prishtinës ku kam dhe fjalën që do të dorëzoj një pjesë të veprave të mia, edhe do t'jenë disa biblioteka të tjera, por sigurisht edhe me vepra të tjera, pasi unë tani kam një botues solid dhe mendoj që do të jetë një marrëdhënie e gjatë, kështu që dikush tjetër tani kujdeset dhe më kuron veprën dhe është një gjë shumë e bukur. Pjesëmarrësit patën mundësinë të diskutojnë nga afër me autoren, marrin autografe dhe ndajnë përshtypjet mbi librat e saj. Aktiviteti i organizuar nga Biblioteka Mitrush Kuteli u mirëprit nga publiku, duke kthyer bibliotekën në një hapësirë dialogu kulturor dhe promovimi të librit shqip. Znami magjik në të ertë ruhet, në publitë paqetshme, në të thotët arktik. Kota s'kone mundë, si në një krishtlindje bëj fest në hangëthin.